them unë juve që po mbahet aty në paraburgim. Si? Një episod tjetër korrupsion lidhur me një kartë, ju komunikua klientit? Zoti Meta nuk ka karta. Ka përdorur Nuk ka përdorur asnjë kartë. Po nuk ka përdorur tani. Shikoj, juve doni të hapni lajme. Kartën e ka përdorur ish bashortja e zotit Meta. Nuk ka zoti Meta, nuk ka kartë, nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. Nëse ju doni patjetër të thoni që zoti Meta ka pasur kartë. Vënë në dieni për këtë episod të ri. Po nuk ka, nuk u vum në dieni sepse nuk ka, nuk ekziston. Aty thashë u fol për çdo gjë, po vetëm për zotin Meta nuk u fol. Kjo ishte. Dhe ne kërkuam kohën tonë që të shikojmë çfarë organi procedurës pretendon dhe kush arsye pse duhet të qëndrojnë para burgimit. Kjo është e gjitha tani. Mundësinë e ofrimit të garancie pasurore për ndryshuar masën e sigurisë. Ne garanci pasurore nuk i vendosim dot gjykat se zoti Meta nuk ka pasuri. Ua kam thënë 100 herë dhe vazhdoj ta them. Janë zero pasuritë e presidentit Ilir Meta. Pasuritë në planetin Tokë janë zero. Ju thash, vazhdoj të them, të marrin Elon Muskun, t'i çojnë në hënë që të gjejnë pasuritë e zotit Meta, për të cilën është ndërtuar ai mal i madh i akuzave nga llumi i të gjithë llumit të kësaj shoqërie, që zoti Meta ka pasuri, nuk ka, e ka zero pasurinë Anila. Dhe ne, unë nuk kam pasuri, unë nuk lejoj që avokati nëse do t'ja jap punë pasurinë, do t'i lë pronat e mia, çifligjet e mia, do t'ja lë gjykatës që ta liroj zotin Meta. Këtë do ta bëj Anila. Unë do ta afroj për zotin Meta.